Të kam quajtur Queen of the Sea, mbretëresha e detit, se nuk besoj që ka një shqiptare tjetër si ti që t'jetoj mes varkave më prestigjioze të botës, e stacionuar në Monte Carlo, por që i sjell këto mjete lundruese këtu në Shqipëri. Ku do t'i të arish me këtë biznes, që e ka bazën në Monte Carlo, dhe ku ne kemi një pikë shumë të rëndësishme kontakti tani, sepse duam që në Shqipëri ti t'jesh pika e referencës bashkë me RY Class Yachts. Unë shes një model jetese, sepse jati është një fuqi, është një liri, nuk është thjesht një mjetë lundrues. Cila është blerja më e madhe dhe më prestigjioze që ka realizuar agjencia juaj? 100 metra. 100 metra. Mund ta dim vlerën? Vlera më shumë se metrat. Kjo varka sa e ka koston? Kjo në fakt ka një shpenzim 150.000 euro dita, minimumi. Një romancë e vërtet. Na mungon vetëm Piano e bardhë dhe Robert Redford. Do ta marrim besoj e tjetër. Sa mendon që do shpenzonte një shqiptar për të blerë një varkë? Mund të fillojnë nga 300.000 euro, 700, pasaj dhe 1 milion, 2 milion dhe deri në 10 milion. Mësova diçka që kur rulesh me persona që kanë shumë pushtet dhe shumë pasuri, mëson diçka që mënyra se si ata sillen, jo çfarë ata zotrojnë. Njerëzit çuditën që na shikojnë neve zbathur, thonë vishen elegante, po nuk kanë këpucë në varkë. I ruajnë këto varkat me shumë kujdes. I build my dreams on fragile stone. A monument to stand alone. Për ata që janë kurioz, sa është çmimi i shitjes së kësaj varke ku po qëndrojmë neve, Silva? Premura. 11.99 milion euro. Para se të bliet një barkë, mere me qera në fillim. Pse? Sepse aty të kupton të zë deti të pëlqen apo jo. Çfarë të ka mësuar tjetër jetesa në Monaco këtu? Në fakt, personet që janë tu, sado që kanë një orë të shtrenjtë, nuk e mbajnë to show off. Dhe ekipi to show to them that my time it's expensive. Dhe të falenderoj shumë që na ke dhënë mundësinë që të kemi një zyrë të vogël përfaqësie në Shqipëri që është filtri i parë për ata që duan nga Shqipëria të vinë tek ty nëpërmjet RY Class Yachting. Ne jemi të disponueshëm me gjithë stafin që ju keni trajnuar që t'japim informacionin që duhet të gjithë klientëve potencial që duan të vinë këtu tek Silva and Ralph tek RY Yachting Monaco. Nga Kuçova në Monte Carlo, Silva u nis 18 vjeç me një valixhe ëndrash dhe një horizont që dukej shumë larg. Ajo nuk lindi pranë jateve, por zgjodhi të mos i friksohej detit, sepse deti, si jeta, nuk t'jep gjithmonë erë të favorshme. Ka dallg që të shtym pas, stuhi që të provojnë karakterin dhe momente kur duhet të drejtosh timonin edhe kur nuk e sheh bregun. Por Silva mësoi të lundrojë mes vështirësive. Çdo refuzim u bë një dallg që ngriti më lart, çdo portë e mbyllur, një portë i ri për të kërkuar. Sot në Monte Carlo, aty ku deti takon luksin dhe jatet janë gjua e ëndrave të mëdha, ajo blen, shet dhe krijon shërbime për pronarët e varkave. Një vajzë shqiptare që çau detin e vetme dhe tani ëndërron të sjell erë të re edhe në marinat shqiptare. Të kam quajtur Queen of the Sea, mbretëresha e detit, se nuk besoj që ka një shqiptare tjetër si ti që t'jetoj mes varkave më prestigjioze të botës, e stacionuar në Monte Carlo, por që i sjell këto mjete lundruese këtu në Shqipëri. Pse ka ardhur kjo varkë në Shqipëri, Silva? Varkën i solla unë këtu, domethënë mbasi një bashkëpunim me Honest Rep, me pronari, me kompaninë menaxhuese që punojmë shumë afër, e sollëm këtu sepse unë jam qarterisja e parë në vendin tim. Çfarë të lidh me Shqipërinë më shumë si kujtim, si nostalgji? Atëre, unë tuja filloj gjithmonë them që nuk harrohen kur hapat të para. Sado që unë linda në tokë, unë u rilinda në det. Dhe kjo jam unë sot. Shumë bukur e the këtë. E pëlqen detin, e jeton detin si aventurë, ke frikë. Është deti në fakt një habitat i mirë për ty, apo ti të pëlqen të punosh nga toka për mjetet që dalin në det? Deti është liria.
ku do t'i të arish me këtë biznes, që e ka bazën në Monte Carlo dhe ku ne kemi një pikë shumë të rëndësishme kontakti tani, sepse duam që në Shqipëri ti t'jesh pika e referencës bashkë me RY Klasiac, për gjithë ata që duan të blejnë mjete lundruese, nga mjetet vogla, të përdorura deri në mjetet të reja, fringot sa po dala nga kantieri më prestigjioze. Dhe Shqipëria me marinat që po bëhen gati ngadal do jetë një treg shumë interesant. Po, parihet, sepse atëherë unë nuk shes një yacht. Unë shes një model jetese, sepse jati nuk është power, është një fuqi, është një liri, nuk është thjesht një mjet lundrues. Cila është vlerja më e madhe dhe më prestigjioze që ka realizuar agjencia juaj? 100 metra. 100 metra. Mund ta dim vlerën? Vlera më shumë se metrat. Më pëlqeu kjo. Domethënë kemi një vlerë transaksionale më shumë se 100 milion dollar bie. Do na bësh një tur ta shikojmë këtë varkën e mrekullueshme dhe duke ecur, duke folur, kjo është jacuzzi apo jo? Këtu jemi në katin e tretë. Kam qenë në çdo mëngjes, është vendim ku këtu pi kafe në mëngjes, ë? Vërtet, kafeja këtu. Është për ty më i bukur. Po, kjo është vendi që Perëndimi diellit apo lindja diellit? Apo secila ka magjinë e saj? Të dyja do thoshja. Si ishte zgjimi sot në mëngjes këtu në portin e Durrësit? Bukur? Super, dielli është ka qenë vërtet një blessing. Të falenderoj shumë për këtë përvojë të jashtëzakonshme dhe dje mbrëmja ku na ftove ishte shumë e bukur. Jate në fakt doja të thoja diçka që është shumë e rëndësishme që jatet sado të mëdha t'jenë, maksimumi i personave që mund të flenë dhe mund të lundrojnë në botë janë vetëm 12. Dhe kjo është një ligj detar, sepse për ndryshe do quheshin passenger ship. Dhe kjo ndryshon passenger ship me yacht luxury. Ekuipazh kemi 17 persona. 17, kështu që ne jemi 3 guest këtu, unë me 2 personat më të besueshëm dhe kemi nga 6 kru për kokë. Dhe për gjithë ata që duan që gjithashtu të përjetojnë përvojën e charterave në Europë, në detet dhe briqet më të bukura të Mesdheut, ne kemi partnerën tonë në Monaco dhe nëpërmjet Klas Yachts juve mundet që të na kontaktoni dhe ne do t'ju bëjmë lidhje direkte me Silvën. Jo vetëm kaq, por nëse doni të blini një mjet të ri lëndrues, të përdorur apo të ri fringo kakateri, gjithashtu kemi ekspertizën e agjencisë së saj në Monte Carlo, juve shkoni të shoqëruar nga stafi ynë drejt Monakos, jetoni edhe një darkë të parushme atje, pini një gotë bukur, pini një gotë shampanjë, takoni dhe Silva dhe merrni gjithë informacionin që ju duhet për investimin, mendoj unë më të mençur kur ke mundësi që të investosh, kur ke kapital. Është ti investon për një kualitet jetese. Eksakt. Jo, sepse është një mjet që të jep emocione, të jep të thash liria nuk ka çmim. Liria nuk ka çmim. Liria nuk ka çmim. Shumë e bukur kjo. Do vazhdojmë turin ton ta shikojmë pak këtë varkë fantastike. Besoj që nga varkat më të bukura që ka ardhur ndonjëherë në Shqipëri, e ka sjell Silva ose e quajtur ndryshe nga Alketa The Queen of the Sea. Wow! E meriton këtë titull. Kjo varka sa e ka koston? Sa do kushton të re? Qeraja është 460.000 euro, plus të vëshë, plus shpenzime, java po, ka një shpenzim 150.000 euro dita, minimumi, me thëmë pa shkuar crazy. Bukur. Po si vlerë? Si vlerë 20 milion. Kjo është dhoma ime sot, me pamje nga deti, super, një romancë e vërtet. Na mungon vetëm Piano e bardhë dhe Robert Redfordit. Do ta marrim, besoj, e tjetër. Kjo është zyre. Kjo është zyra ideale të dashur miq. Zyra ideale me pamje nga deti, nuk ka më bukur. Ua, fantastike. Ku Silvia bën gjithë zoom calls. Ke shumë të drejtë kur thuaj që në fakt përvojën e vërtetë e bëjnë të ftuarit e pronarit të varkës, apo ata që punojnë me të sa i mban kostot. Ne të tjerët shijojmë të pjesën e bukur, kështu që ta falenderojmë pronarin amerikan të kësaj varke për eksperiencën e përveçme që kemi jetuar këto 48 orë bashkë. Po, është super. Këtu jemi në master bedroom, në suitën. Domethënë unë këtu kam shumë fat sot, pasi nëse shikonim këtu janë bijamet e mia që më bëjnë gati, po këtu kam tjetër sot dhe këtu kemi garderobën dhe master bathroom për burin. Për burin. Ndërsa për zonjat? E imja është atje. E imja të pak për këto 3 ditë. E jote për këto 3 ditë. Po mjafton aq se dëgjoj, edhe ta kesh tëndin këtë jatin 365 ditë në jatë si jeton njeriu, kështu që. Jo.
Gëzuar dhe unë Alketa, jam vërtet shumë e lumtur që ndodhi kështu dhe që u ndodhem këtu në vendin tim. Uroj një vit akoma më të mbar dhe më të prosperues dhe të shëndetshëm vjetaj. Shiko, deti është i bukur vet, edhe njerëzit që duan natyrën ndonjëherë mërziten për varkat mbi det, sepse thonë që ato e kontaminojnë detin, por në fakt unë them që varkat japin shumë bukuri jetës detare, edhe lum ata që jetojnë, dhe mendoj që Shqipëria me këtë prioritet që ka duhet ta Jemi shumë afër. duhet ta përthithi këtë klientelë. Ne do të kemi varka këtu, do të kemi marina këtu për të sjellë një stil të ri jetese që ekzalton emocionet. Pasi po bëhet marina, besoj në Durrës, në Vlorë. Sa mendon që do shpenzonte një shqiptar për të bler një vark? Mund të fillojnë nga 300.000 euro, 700, pastaj edhe 1 milion, 2 milion dhe deri në 10 milion. Çfarë mund të blej një shqiptar me 300.000 euro? Fakton duke filluar nga barka të përdorura, bëhet fjalë të reja. Barka vela për shembull? Po, ka te vela, ka shumë oqeanis, ka dhe shumë brand të tjerë, po janë të përdorur. Partneri yt si kapiten me përvojë i varkave më tha diçka shumë bukur kur e takova në Monte Carlo, që shumë bukur dizajni, shumë bukur komoditeti, por njerëzit kur blejnë një vark të përdorur, duhet të dinë të vlerësojnë pjesën motorike të varkës, sepse aty është amortizimi i vërtet që përcakton vlerën e varkës. Kështu që në këtë rast kemi fatin që kemi Silvën që na këshillon për gjithë pjesën e transaksionit, dokumentacionit dhe Ralfin, partnerin e saj, i cili na konsulton për pjesën motorike, se sa në gjendje të mirë është ajo varka që përdoret që po blejmë. Është zemra e një personi, është e njëjta dhe barka. Motori është zemra e varkës. Zemra e varkës. Do shikojmë atë të parë që të kuptojmë sa i shëndetshëm është organizmi i kësaj varke. Great. Kështu që kemi një eksperiencë të plot që kur vini te klas Rëyjati dhe merrni informacionin e parë tek ne ju shoqërojmë drejt Monakos, tek zyra e përfaqësisë, tek partnerët tanë, ku Silva së bashku me partnerin e saj Ralf do t'ju orientojmë për çmimet më të mira, modelet më të mira të varkave, nisur nga buxheti dhe preferencat që ju keni për stilin e jetesës në det. Kështu që ju presim të gjithëve që të na kontaktoni. Ky ishte stacioni i parë në Shqipëri, por stacioni i dytë në fakt do të jetë në Monte Carlo, atje ku prej sa vitesh ke ndërtuar jetën? 15 vitesh. Do të bëjmë një vizitë të plot në Monaco për të parë Silvën në lifestyle-in e saj, në jetën e saj profesionale. Edhe unë kam qenë atje dhe di se sa i bukur është ai realiteti yt në të katër stinat. Kështu që do takohemi shumë shpejt në Monaco, okay? Patjetër zemër. Dhe vërtet gëzohem që ndodhem këtu dhe ju më pres atje. Gëzuar Silva shihemi në Monaco. Gëzuar zemër. Po shkoj të takoj Silvën, super yacht girl, e cila është protagonista kryesore e këtij episodi të Meet the Founder. Jam në Yacht Club Monaco. Kjo është varka jonë, një prodhim i San Lorenzos, një kantier shumë i njohur i Viareggio's i Italisë, ku do të qëndrojmë për 3 ditët e ardhshme. Këtu do flem, do zgjohemi, nuk ka më bukur, po të jetkoj mirë dhe do navigojmë, po me sa shoh parashikimet nuk janë shumë të mira. Po shkoj të takoj Silvën. Mirë se gjeta. Si vajti më Qënë 4 mëngjesit kam udhëtuar me ziprisja të shikoja. Si vajti rruga mirë? Kisha spektakli ndje dhe nga spektakli bëra valixhet dhe s'ka fjetur fare praktikisht. Ishte super, miliona klikime. Ngela wow. Si jeti mirë? Mirë, shumë mirë. Të shohim super form, do kënaqemi.
Vazhdoj më mirë se të gjeta, të uroj shumë Mirë se suksese. erdhe. Ta marrim dhe nga i Lula Shtrida. Kjo është darka sot, kështu që sot do jemi këtu dhe do Shumë gëzojmë bukur. një darkë nga shefi jon Antoni. Doja të bëja një pyetje, Silvia. Kjo lëkundja varkës, kur varka është më e madhe, më shumë metra, besoj që e ndjen më pak apo Ndjen jo më pak. lëvizjen. Varkat nga volumi që kanë ndikon shumë dhe shumë lëvizja. Në qoftë se janë 500 ton dhe lart, ajo dihet që 500 ton për kthehet në sa metra? 500 ton mund të jetë paktën 60 metra. 60 metra dhe lart lëvizjen më pak. Doja të dija kur do të blesh një vark 60 metra, sa milion euro duhet të kesh gati që mos e ndjesh lëvizjen? Të paktën 30-40 milion, po. Bukur shumë. Minimumi. E re përdorur. Përdorur. E përdorur. Na falni. E re duhen të paktën 100 milion. Me siguri të gjithë ata që po na ndjekin duan të dinë kur blen për shembull një vark 1 milion euro. Shpenzimet e mirëmbajtjes së varkës, parkimi, ristrukturimet, pagesat e stafit që janë gjithmonë vjetore, kur ke një shef kuzhine, kur ke stewardesat, kur ke kapitenin, njerëzit që e mirëmbajnë mjetin tënd, duhet i kesh fiks, pavarësisht se ti mund ta përdorësh mjetin vetëm në muaj që lëviz. Po, dihet. Dhe do thosha të paktën për një shpenzim nga 1 milion ose të paktën 5-6, kjo është medium që të kesh një staf fiks. Kostot fikse janë shumë të bazuara 10 deri në 30% në qoftë se barka është e re. Në qoftë se barka është përdorur, nuk shkohet më me përqindje, po me një buxhet në bazë të stafit që ke të portit dhe të paktën për një barkë që një person harxhon 1 milion duhen minimumi që ne i themi skelet është 150.000 euro deri në 300.000 euro në vit. Shiko, kur bullukarit them mos është më mirë ta marrë charter njeriu një super vark dhe Charteri patjetër. Dhe janë një pagon thjesht për atë javën që ke dhe nuk ka atë problemi. Prandaj në fakt barkat kur shumë blien mendohet shumë si do ta mbash, si do ta përdorësh, ku do ta mbash. Po kjo lidhet shumë me pasionin. Po nuk patë pasion, nuk blihet barka për luks. Njerëzit që i kanë këto varkat përfaqësojnë njerëz shumë suksesshëm, besoj se të mbrish në jetë që të shpenzosh dhe të bësh një investim si ky të kesh një copuz deti dhe një copuz toke dhe ti jesh i lirë, të zotrosh gjithë planetin, është një përmasë e jashtëzakonshme. Po, unë mësova diçka që kur ulesh me persona që kanë shumë pushtet dhe shumë pasuri, mëson diçka që mënyra se si ata sillen, jo çfarë ata zotrojnë. Dhe kjo është ajo që unë mësova në këtë mënyrë që njerëzit çuditën që na shikojnë neve zbathur, thonë vishën elegante, po nuk kanë këpuc në vark. I ruajnë këto varkat me shumë kujdes, pjesën e parketit. Etiket në fakt, është pjesë e etiketës e jotit. Që duhet ecësh ose zbathur ose me shapkat e tyre. Patjetër. Kështu që ne jemi very fashionable, po me shapka shpeshiri. Me shapka ose zbathur. Silva, jam shumë kurioze të di, ti jeton këtë varkën si pronare e kësaj varkës. Kush e zotron këtë mjet lundrues dhe syja besojnë juve kështu që ti jetosh ashtu sikur je ti ajo që zotron. Ja te që ne gjojmë, ne kemi gjithmonë një moto që im shoqë e thot gjithmonë. You cannot manage what you cannot measure. Që do të thotë që ti nuk na gjon, po nuk e mate. Matja do të thotë ta vërtet provosh nga shërbimi, nga kabinat dhe kjo është pjesa, është pjesë e bukur që ne më paktën kemi atë privilegjin ta gëzojmë. Po që do thosha që pronarët, ne shumë të paktën të gjithë në industrinë e jatit, duhet të jemi shumë diskret, po sepse jam persona si me fuqi, po dhe me pasuri shumë të madhe dhe kjo nuk thohet në fakt. I could see in your eyes. Nga do vemi këtë dhe? Sardenja është zgjidhja ime parë. Ti kë ke të preferuar? Sardenja Mykonos në Mykonos të parti, dorsa në Sardenja të enjoy. Se Sardenja ka aty po shkojmë në një bark që vërtet njerëzit do bëjnë zoom të na shohin. Zoti po më dëgjon mua. E di. Nëpërmjet teje Zoti ka ardhur tek unë dhe më thot Arketa fol se unë të dëgjoj. Se e di që unë ne shkojmë në një bark që do jetë aq shumë i madhe saqë njerëzit për të na parë ne do bëjnë zoom. Një sekond ku janë? Dëgjoj. Unë se ka lum, se ka liqen, se ka kanale në Amsterdam. Të ketë ujë. Po të ketë ujë, unë do patjetër të qoftë një varg të vogël, qoftë një gomone. Jam e lirë, aty ndiem unë dhe ujë jemi mish. Ne që dolet e ujë. Di se një pronar na mësoi që pasuria është vërtet ujë. Pse do thua ti?
njerëzit, çfarë vlerat ka leku? Është ujë, water. Pse? Sepse uji qarkullon, futet kudo. Sa bukur, a? Nga ky pronar në fakt mësova, i thash po si u bë gjithë kjo pasuri, i thash unë kam, tha mua, një gjë tha, në jeta nuk e blen dot. I thash unë, jo, thash unë diçka është for sale. Jo, Silva, tha, diçka tha nuk e blen, thash po kush është? Tha mua, tha, vitet, koha. Unë tha t'i jap, tha, të gjithë pasurinë time. Wow, në fakt shtanga, i thash unë po në shkëmbim të çfarë? Të moshës tënde, tha, po sepse unë jam, tha, më shumë se dopja jote. Dua kohën tënde. Kjo ishte që unë, tha, në qoftë do kem, tha, moshën tënde, lekun e bëj prap, tha, po kohën nuk e kthej dot më mbrapa dhe nuk e blej dot. Gjithçka e blen sot. Më pëlqeu shumë kjo që një burr 70 vjeçar i thot një vajze 30 vjeçare, unë t'jap gjithë pasurinë time, po të duash ti vetëm jep kohën e jetës tënde që unë t'jetoj edhe një herë. Se kjo pasuri s'po mblen më, se nuk e di dhe sa kom ka mbetur, pa esenciale. So let this be our guide. Faleminderit shumë për mikpritjen, Silva. Mirë se erdhe dhe mërtha, ti vërtet i meriton, po sepse ti ke një vërtet pasion për detin, domethënë u çove në orën 4 për të ardhur këtu sonte. Eksakt. Dhe vërtet të ndihem dhe unë e gëzuar që erdhe të paktën. Edhe pas dhe, po do ma sjelli deti zërin, besoj nesër. Do bëhe mirë, besoj. Patjetër të. Si shkojnë ata me Silva mirë? Si zemër. Si fjete? Unë fjeta mirë. Fjeta shkëlqyshëm top kam vjetur, në 12:30, unë zgjova tani në 8:30. Tani si kemi agjendën e ditës sot, si është plani i ditës? Sot do shkojmë në plazh, pak në zyrë që të kemi një që të tregojmë zyrën dhe pastaj një drekë edhe super vazhdimin këtu. Pastaj një darkë të mirë. Një darkë të mirë. Darkë në Monte Carlo ja vlen. Bon appétit. Oksana, thank you so much for your assistance. You're very kind, thank you. Good morning, Captain, bonjour. Good morning, how are you? Bonjour. We are great. We woke up like queens here. We are very happy to be served by you. Your talent is You're very welcome. very evident. The dinner was amazing, the breakfast as well. You are giving us the best experience. Thank you, Anthony. Merci beaucoup. I've never interviewed a captain before, so it's the first time interviewing a captain. I'm very happy that you are with us, Jade, today. Silva told me that you are one of the captains of the Airway yachts I am, yes. that they recommend for the best. I want to know how your responsibilities contribute to the overall operation and success of the vessel. So what's the role of captain? What's the role of captain? A lot of different jobs. One of them obviously is looking after the crew. I mean, we've got at the moment 11 crew on board, so male, female, young, old, older I would say, from 11 countries. So it's a very mixed crew. So that's I need to take care of everybody, make sure they're all safe, all work well. I also have to take care of the boat itself, the maintenance, the safety of the boat. Obviously, we are a very busy boat, so we're moving a lot. So I need to take care of the navigation part and make sure then the owner's requests are met. So the owner wants his boat in certain places with certain type of food, provision, services. So I need to take care of basically all of that. You're going to Antibes now, yeah? So the boat is in Antibes, but now we're going down to the south of the real south of France, I would say. Sète is very close to Spain, and we're going to do some major maintenance there for the next 6 months. So I wish you a great navigation. Thank you very much. And we will meet again. We will have the chance to meet maybe during For sure. summer. Yeah, for the summer. We have a very, very busy summer in the Med next year, or this year. So yeah, we'll be traveling a lot, so I'm sure. I will ask you for the best guide to Bahamas. Please Okay. do, and I'll come with you. Jeton në një nga vendet ku metri katror i një apartamenti fillon nga 40.000 euro, pra një vend shumë i shtrenjtë. Kam shumë kuriozitet të di, Silva, si kanë ndryshuar kërkesat e pritshmëritë e bilionerëve
në raport me shërbimet e luksit këtu dhe juve nga ana tjetër çfarë i ofroni atyre sot? Zakonisht kontratat janë gjithmonë vjetore dhe për shembull komandanti Xhedis në barke aty ne kemi 10 vjet që e menaxhojmë dhe është vërtet një nga barkat më ikonike. Kjo tregon që Airway Yachting është top. Dhe pronari i ri do vazhdoj menaxhmentin me ne dhe kjo është vërtet një arritje sepse ndodh edhe kjo që kur shitet barka i rekomandohet mirëmbajtja atij që i ka përmbushur pritshmërit. Si është ta kesh burin kapiten, se Ralf, bashorti yt është kapiten, po jeni dhe partner në biznes. Ai e do detin më shumë se ty, apo i e përshtatur dhe ti, apo dhe ti e do në të njëjtën frekuencë? Balancimi midis punës dhe jetës private në pjesën tonë është pak triki, po sepse punën e sjell dhe në shtëpi dhe me pushime, po ne mundohemi që të bëjmë gjithmonë një mix dhe një bilancim, po sepse unë shikoj gjërat pozitive që unë mësova nga ai, sidomos pjesën teknike, ligjore dhe pjesën financiare. Kjo është diçka që unë vërtet ja volla zanatin. Për ata që janë kurioz, sa është çmimi i shitjes së kësaj varke ku po qëndrojmë neve, Silva? Premura. Po, premura. Barka është për shitje ekskluzive me ne dhe është 11.99 milion euro. Kush i ka 11 milion euro? Të na kontaktoj se e kemi brokerin më të mirë këtu, njishin e Monakos, shqiptaren Silva. Silvia. Silvia. Ta kam bërë Silva ty emrin, ta kam shkurtuar. A do bëjmë një xhiro të shikojmë këto varkat bashkë? Është shumë bukur. Kjo është një dhuratë nga piloti Max Verstappen, sepse unë bëj pjesë në F1, Formula 1 dhe çoj barka dhe ai është një nga sponsorat që barkat e mia e përdorin gjithmonë dhe të mora dhuratë këtë vit. Sa bukur. Vajza është më shumë, është në fakt thonë që i gjan babait, po them se më gjan mua, po që është bjonde edhe shumë e bardhë nordike si babai. Kjo foto është 2015 dhe unë sa kisha lindur, është 2017, sa kisha lindur vajzën dhe ishte Monaco, akoma ëndra jonë të bënim pjesë e elitës, sado që ne ishim tu, prezenca jonë ishte gjithmonë. Nga hëna në të premte, po të bësh pjesë e kësaj elite është më e vështirë dhe ëndra u realizua. I could see in your eyes all the stars have aligned, so let this be our guide. Let me stay by your side. Do të pyes pak për Cape Townin, si është kontrasti i jetës nga Costa Azzurra, Côte d'Azur, këtu në jug të Francës, në Cape Town, ti e ke shtëpinë që ka ndërtuar Ralfi në safari. Në safari, e ke mbi parkun natyral, apo ja, në mbi Kruga Park. Ti shef elefantët, gjirafat i ke aty, komshin. Komshin. Dihesh mirë në Afrikë? Afrika në fakt më ka zgjeruar mendimin, na ka dhënë na jep një balans midis nga qyteti, zhurma. Dam Silvia, ta ka dhuruar Ralfi, dashuri i zemrës i përjetshëm. Ta ka dhuruar për ditëlindje. Është bler vjet më 17 prill. Dhuratë e bukur shumë apo jo? Vërtet e bukur. Çfarë i theti pas disa dhuratë që Nuk e prisja në fakt sepse kur e blem zakonisht mendohet për emrin dhe unë nuk kishte një emër tjetër dhe ai erdhi vetëm me këtë emër, tha Lady Silvia, Madame Silvia, tha jo, tha Lady, tha shumë, tha Madame, tha has more power, thash. Ka personalitet. Pastaj jemi tha dhe në Monaco, tha dhe vlen më shumë, tha Madame, tha se je vërtet Madame. Sa kushton një vend parkimi këtu në Monaco, në varësi të metrave? Për shembull, për një 15 metra velier,
dhe për një yacht si ai që jemi neve, që është 45 metra? Atëre, ka dy tarifa, dimërore, verore që shkon maksimumi 20.000 euro në vit për një 12 metër, kurse për barkën atje është 40-50 vetëm në dimër. Vetëm në dimër. Në verë pastaj? Në verë mund të shkoj dhe 100 pasi kushton 1.000 deri në 2.000 euro nata, po Monaco është dhe porti më i lirë në fakt. Saint-Tropez është 3.000 e lartë. E pa Zeusin, Zeusi ka qenë komshiu im herën e kaluar kur erdha në Monte Carlo me Silvian, që druam në një varg tjetër edhe e kishim Zeusin përballë Athinas. Unë e vura vetes Athina emrin dhe Zeusin e kisha në sfond aty. Kam kaluar vërtet një përvojë të parushme në bordin e kësaj varke, e cila administrohet nga Airway Yachting, kompania që ti drejton prej shumë vitesh me sukses këtu në Monte Carlo. Ndaj dua të them faleminderit Silvia. Ishte vërtet të kënaqësi të kisha këtu, po sepse doja vërtet jepja këtë lloj eksperiencë. Unë kam shumë pasion varkat, ti e di. Detin e dua po aq sa ty. Nuk e kam Monte Carlo në Shqipëri, por kam detin më të bukur se Monte Carlo në Shqipëri, por uroj me të vërtet që me marinat që do të ndërtohen aty, të ndryshoj historia e varkave në Shqipëri. Ata që janë ambientalistë tonë sa mirë që s'kemi varka sepse deti është i pakontaminuar ende dhe është i mrekullueshëm. Po nga ana tjetër varkat sjellin një lëvizje shumë të mirë turistësh, sjellin një cilësi tjetër njerëzish dhe megjithatë ndihmojnë që të krijohet kultura një stili jetese, një lifestyle tjetër apo jo. Vizioni jot që ke dhe dashurinë, pasionin për detin, pse ke një bark ti një? Do ta kem Silva, do vi të këty. Pse ke një bark ti? Ku do ta marr? Po e vizionova, është e bërë. Kështu që mendoj që në vitet që do vinë, po kam shumë dëshirë që të kem një mjet lundrues të mirë, edhe të jem pronare një copës bote, edhe një copës deti dhe copës qielli ku të dua unë, është një dimension lirie jashtëzakonshme. Do vita gjejmë bashkë patjetër, ju do jeni konsulentët. Në fakt, ajo Madam Silvia do ishte e jotja, se unë me gjithë tim shoq kemi vatur ta shikonin për ty zemër, pashtu ndodhen rrethanat në Amsterdam, takimi jon, takimi kantierit dhe pasaj e mora unë sepse e pash ishte vërtet e dija që përmjet meje do realizoja pasionin tënd. Po si e the disa bukur dje, kur është e imja është dhe e jotja. Ka më bukur se kaq? Ja kështu do të rreqim me energji njëri tjetrës dhe ti ke shumë gravitet, kështu që unë kur zgjedh varkën time tek tik do vi. Edhe kam fatin e madh që kemi Ralfin, i cili nga pikpamja inxhinerike njeh shumë mirë pjesën motorike të varkave, të kam dhe ty pastaj që e di që do mblidhesh me kantierët dhe me shitësit më të mirë. Në fakt do flasim pak për varkat bashk. Në qoftë se një shqiptar do të blej tek Airway Yachting sot një vark, cilat janë procedurat që duhet ndjekje, cilat janë fazat ku ai duhet kaloj derisa varka të vinë në Shqipëri? Neve fillojmë që nga një konsulencë që besoj se duhet, sepse është, si e thash më parë, është një treg i ri, duhet një konsulencë. Gjë parë është buxheti. Sa e ka buxheti një person për të blerë një vark. Përdorimi komercial do jepet me qera apo do mbahet private, se ndryshon shumë. E treta është stafin, e do full gjithë vitin apo vetëm sezonal, para se të blihet një bark. Merre me qera në fillim. Pse? Sepse aty të kupton të zë deti, të pëlqen apo jo, natyra, erat, shumë gjëra dhe vetëm kur e jeton e kupton. E vërtet është. Nëse ka një këshill që do të jepje çdo sipërmarrësit të ri sot nga përvoja gjithë këtyre viteve punë në këtë industri, çfarë do t'i thoja? Këshilla më e mirë që do t'i jepja sidomos personave në një vend që është vërtet i pazhvilluar nga ana profesionale, do të thosha mos të shkojnë me nxitim, sepse suksesi nuk matet me shpejtësi. Çfarë të ka mësuar tjetër jetesa në Monaco këtu? Po, më mësoj stabilitet, seriozitet dhe të respektohet kush ka qenë këtu para meje. Në fakt, personat që janë këtu, sado që ka një orë të shtrenjtë, nuk e mbajnë to show off. They keep it to show to them that my time it's expensive. Unë mendoj që ke bërë shumë mirë që dhe për konsulencën, që ti bën në Zoom call, ke vendosur një kosto, sepse është respekt për kohën që ti shpenzon për njerëzit që duan të konsultohen me ty përpara se të blejnë një mjet, kështu që bën shumë mirë.
Dhe të falenderoj shumë që na ke dhënë mundësinë që të kemi një zyrë të vogël përfaqësie në Shqipëri, që është filtri i parë për ata që duan nga Shqipëria të vinë tek ty nëpërmjet Airway Class Yachting. Ne jemi të disponueshëm me gjithë stafin që ju keni trajnuar që t'japim informacionin që duhet të gjithë klientëve potencial që duan të vinë këtu tek Silva and Ralph tek Airway Yachting Monaco. Kështu që jemi një urë lidhëse, edhe na pëlqen që na ke besuar për këtë gjë, për fuqinë e marketingut, për profesionalizmin që na bashkon, po edhe për pasionin e njëjtë për varkat dhe për detin. Duam të mësojmë prej teje dhe jemi shumë të lumtur që ti udhëheq lojën. Unë jam shumë e lumtur që ti më zgjodhe, sepse ti pe një potencialitet që shumë veta ndoshta nuk e pan, dhe kjo është jam unë ajo që të falenderoj ty, sepse me vizionin tënd dhe unë kam një vizion akoma më të mirë të paktën që ta shpërndaj në vendin tim, dhe them se jemi një match që është bomb eksploziv. Dhe besoj doja dalim sepse ti ke persona që kanë një vizion, që duan të mësojnë diçka para se ata ta shesin atë. Ne zgjodhëm njëra tjetrën dhe besoj që kemi bërë zgjedhjen e dur. Të falenderoj shumë për këtë orë cilësore të jetës me emocione të bukura, po dhe jetës profesionale, se është një oportunitet i ri që është krijuar për të dyja. Të uroj shumë sukses, Silva, nuk e di çfarë do të arish ti në jetën tënde. Atë që do të arish, atë të uroj. Unë dua të them të vërtetën paqe, sepse paqja është paqe mendore, se paqja mendore është ajo pranaj dhe për shembull im shoq thotë që kur shes diçka dua që të vë kokën në jastëk dhe të fle i qetë, sepse kjo është ajo që fundja fundit punojmë sot, që të paktën njerëzit të jenë të lumtur, nuk dua unë të zgjedh klientët, duan që klientët të më zgjedhin mua. Dhe kjo është diçka akoma që të bën të japësh një vlerë punës, profesionit që ke. Nëse ti do kishe varkën e Noas, do doja shumë që të më shpëtoja mua në atë vark, Silva. Okej? Dikush do isha unë atje, ti do ishe pronarja ase barkës dhe unë do isha kapiteni dhe unë do të çoja në gjithë oqeanet e botës. Do shpëtonim disa njerëz të mirë që e meritojnë aty, kështu që ti në eshte mendoj se kë dhe unë eshte do mendoj se kë do hipja në atë vark, okej? Sepse bukuria dhe shpirti e një personit e të kuptova në buzëqeshje dhe të them të vërtetën një alegri që ti edhe kësajt premurës që është si çka jemi premura që do të thotë me nxitim, ti dhe një buzëqeshje, një alegr, nuk e di të them, nuk kam fjalë. Është vërtet, unë jam shumë e shpejtë, jam energjike, por dashuroj, jetoj dhe shijoj ngadalë. Ralfi thotë që you need to go slow in order to go faster. Shumë faleminderit Silva. Zotit bekov dhe shihemi në stacionin tjetër të lumturisë. Faleminderit ti zemër për kohën që erdhe, që ndetëm, që ndam bashkë këto 3 ditë shumë të bukura, me diell, me re, me shi, po ne e ndryshuam dhe sidomos shpirti jot, buzëqeshja jote e ndriçoi më shumë se sa një diell. Domethënë e verberove diellin sa që nuk doli fare. Faleminderit shumë.